Të nderuar teleshikues, përshëndetje, do të jemi bashkë në këtë edicion informativ këtu në Drita Televizion. Ju njohim me zhvillimet e ditës. Debatet mes mazhorancës dhe opozitës kanë dominuar seancën e parafundit të kësaj legjislature në Kuvend, ku përplasjet u ndezën nga çështja e zgjedhjes avokatit të popullit dhe akuzat për manipulimin e zgjedhjeve të 11 majit. Opozita akuzoi mazhorancën për refuzimin e kandidatit të saj për avokatin e popullit, ndërsa përplasjet mes krerëve të grupeve parlamentare dhe kryetares së Kuvendit, Elisa Spiropali, kulmua në një atmosferë të tensionuar pas një marrëveshje mes palëve. Në një seancë të tensionuar parlamentare, mazhoranca dhe opozita u përfshin sërish në debate të forta politike. Çështja që ndezi përplasjen ishte ajo e zgjedhjes së avokatit të popullit, një detyrim i paplotësuar prej vitesh në Kuvend. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha akuzoi Partinë Socialiste se refuzon kandidaturën e Besim Drejgjonit, një ish i burgosur politik dhe i persekutuar i diktaturës për shkak të së shkuarës së tij. Ju ose kreu juaj Ramaduro, siç po e quajnë tani më të gjitha kontinentet, nuk pranon kandidaturën që paraqet opozita, ndërsa ai plotson çdo kriter, e cila për ju nuk pranohet vetëm se ka vitet e persekutimit dhe burgosjes politike. Përgjegjësia ndaj këtyre akuzave erdhi nga ministri për marrëdhëniet me parlamentin Taulant Balla dhe kryetari i grupit parlamentar të Partisë Socialiste Niko Peleshi, të cilët mohuan akuzat dhe kërkuan nga opozita të kontribuojnë realisht në procesin e përzgjedhjes në vend që të politizojnë çështjen. Në rast se ju keni dëshirë të kthehemi në një marrëveshje si në 17 maj 2017, patjetër nuk ka ndonjë problem, duhet diskutuar. Kështu që ju nuk mund të vini të thoni o ky, o Ramevdishëm, por zoti Peleshi në mënyrë të përsëritur përpara zotit Peleshi edhe zotit Çuçi, përpara zotit Çuçi edhe unë si kryetar grupi, ju kemi thënë që hajde të ndërtojmë një proces. Besoj ka ngelur vetëm një seancë dhe duket më e mundshme ta rimarrim në shtator. Gjithsesi, ne s'kemi ndonjë kundërshtim që të vazhdojmë procesin e përmbylljes së zgjedhjes avokatit të popullit. Në seancë nuk munguan as debatet mes Gazvend të Bardhit dhe Elisa Spiropalit për shtyrjen e raportimeve të institucioneve të pavarura në Kuvend. Bardhi akuzoi kryetarin e Kuvendit për pengim të transparencës, ndërsa Spiropali theksoi se agjendja e Kuvendit po ndiqet në përputhje me rregulloren. Nuk ka asnjë rregull të tillë, as në kushtetut, as në rregullore, përkundër vendimi juaj është shkelje flagrante e Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, sepse heq Kuvendit një nga funksionet kushtetuese, është në shkelje flagrante të afateve që përcakton rregulloria e Kuvendit. Faleminderit. E kuptoj shqetësimin zoti Bardhi, po besoj detyrën tonë do ta bëjmë si për dëgjesat e institucioneve të pavarura dhe krerëve të tyre në komisione, ashtu edhe në seancë plenare. Nuk mund ta them a mund të bëhen brenda këtij sesioni. Debati kulmoi sërish me akuzat e Berishës, i cili përsëriti pretendimet se zgjedhjet e 11 majit u manipuluan në bashkëpunim me grupet kriminale, duke quajtur këtë një skenar të mazhorancës për të mbajtur pushtetin. Kreu i Partisë Krimit mori epitetin më në fund më të merituar si Ramaduro i Europës. Ministri Balla, duke ironizuar qëndrimet e opozitës, paralajmëroi se në muajin shtator do të ngrihet komisioni i posaçëm për reformën zgjedhore, i cili do të shërbejë për të adresuar çdo pretendim të ngritur. Ua kemi thënë edhe në këtë foltore para zgjedhjeve të 11 majit se ju do të vini përsëri me të njëjtin refren, se zgjedhjet u vodhën. Po harxhohen para nga buxheti i shtetit, deri tani 200 milion lekë kusur, edhe pse duhet ta them që kjo është diçka e mirë dhe le të shërbejë si një augur pozitiv që në shtator, kur të ngrem komisionin e ri të posaçëm të reformës zgjedhore, ti depolitizojmë komisionin. Por, edhe kjo deklaratur kundërshtua nga Berisha, i cili theksoi se opozita do të vijojë me denuncimet publike për zgjedhjet dhe për përfshirjen e mazhorancës në bashkëpunim me krimin e organizuar. Personi që foli këtu është i personi i akuzuar për trafiqe të gjitha llojeve, filluar trafiqet e prostitucionit, përfumuar tek droga, është njëri i akuzuar me dokumenta zyrtare në sallë gjyqi se ka porositur vrasje. Në një seancë ku tonët ishin të larta dhe gjua politike ashpër, Kuvendi dëshmoi edhe një herë tensionin e lartë mes dy krave politik në prag të mbylljes së kësaj legjislature. Kryeministri i vendit Edi Rama ka përsëritur edhe një herë refuzimin e prerë për kërkesën e Britanisë së Madhe që Shqipëria të pranojë emigrantë të buar nga Londra
duke theksuar dallimin mes marrëveshjes me Italinë dhe qëndrimit ndaj Mbretërisë së Bashkuar. Në një intervistë të fundit për gazetën prestigjioze britanike The Guardian, kryeministri Edi Rama ka qenë i qartë në refuzimin e kërkesës së qeverisë britanike që Shqipëria të shfrytëzojë si vend tranzit për emigrantët, të cilët u është refuzuar azili në Mbretërinë e Bashkuar 10 vite më parë, as që imagjinoi që Britania e Madhe të kërkonte vende të tjera ku të flakte emigrantët. Fakti që sot jo vetëm që nuk është e paimagjinueshme, por edhe po ndodhe, po diskutohet, nuk ka të bëjë me Keir Starmer apo Rishi Sunak, është sepse Britania ndodhet në kohra të zymta. Në të njëjtën intervistë, kryeministri bëri një ndarje të qartë mes marrëdhënieve me Italinë dhe kërkesës së Britanisë. Praktikisht ne jemi një vend i përbërë nga dy shtetet pavarura. Italia ka qenë kranesh në momente dhe situata të vështira, që kur dolëm nga ferri të qenurit Korea e Veriut të Europës, e kemi pikë të dobët Italinë. Ndaj kur Italia na kërkon diçka, ne themi po dhe pikë. Qëndrimi i prej Ramës nuk është i ri. Ai u shpreh në të njëjtën linjë edhe gjatë konferencës së përbashkët për shtyp me homologun britanik Keir Starmer me 15 maj në Tiranë, kur deklaroi qartë se Shqipëria nuk është dhe nuk do të bëhet vend për strahimin e emigrantëve të padëshiruar nga vendet e tjera. Kjo deklaratë vjen në një moment kur Mbretëria e Bashkuar po kërkon aleat për zbatimin e një politike të re për deportimin e emigrantëve, përmes marrëveshjes bilaterale me vende të treta. Shqipëria në këtë rast e ka bërë të qartë se nuk do të jetë një prej tyre. Vendimi historik i samitit të NATO-s në Hag për rritjen e shpenzimeve të mbrojtjes në 5% të prodhimit të brendshëm bruto deri në vitin 2035 i vendos vendet anëtare përballë një sfide të re strategjike me buxhetin. Për Shqipërinë, kjo është një provë e vështirë që do të kërkojë vendimarrje të balancuar ndërmjet sigurisë dhe prioriteteve sociale. Samiti i NATO-s i mbajtur në 25 qershor në Hag solli një prej vendimeve më të rëndësishme të dekadës për Aleancën Ushtarake, rritjen e shpenzimeve të mbrojtjes në 5% të prodhimit të brendshëm bruto për të gjitha vendet anëtare deri në vitin 2035, një objektiv i ri që shënon një ndryshim rrymësor nga udhëzimi aktual prej 2%, i cili ende nuk është përmbushur nga shumë shtete të Aleancës. Për Shqipërinë, që aktualisht i afrohet pragut të 2%, vendimi përkthehet në një sfidë të madhe financiare. Sipas analizave të ekspertëve, për të përmbushur këtë objektiv, vendi do duhet të rrisë buxhetin e mbrojtjes me rreth 150 deri në 180 milionë euro çdo vit, një rritje që do të kërkojë burime të reja financimi dhe prioritetizëm të qartë strategjik. Nëse fondet për mbrojtje do të sigurohen përmes huamarrjes, atëherë borxhi publik i vendit rrezikon të kalojë kufirin prej 70% të prodhimit të brendshëm bruto, duke vënë në pikpyetje qëndrueshmërinë fiskale dhe kapacitetet e Shqipërisë për të mbështetur fusha si arsimi, shëndetësia apo zhvillimi qëndrueshëm. Në sfondin e procesit të integrimit evropian dhe përparësive sociale që Shqipëria duhet të mbajë për të përmbushur kriteret e anëtarësimit në Bashkimin Evropian, balanca prej mbrojtjes dhe zhvillimit do të jenë jetike. Shqipëria i gjendet përballë një prove strategjike që kërkon vendimarrje të qëndrueshme, transparencë në përdorimin e fondeve dhe angazhim të plot për të ruajtur ekuilibrin mes sigurisë dhe mirëqenies së qytetarëve të saj. Ndrojmë temë të informacioneve tona. Gjykata kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ka refuzuar kërkesën për lirimin e Ilir Metës, duke lënë në fuqi masën e sigurisë, arrest me burg. Meta dhe Kremati janë tashmë zyrtarisht të pandehur nga SPAK për pastrim parash, korrupsion dhe mosdeklarim pasurie. Gjykata e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ka rrëzuar kërkesën e Ilir Metës për zbutjen e masës së sigurisë. Ish presidenti dhe aktualisht kreu i Partisë së Lirisë do të vazhdojë të qëndrojë në arrest me burg, ndërsa ndaj tij vijnë hetimet për disa vepra të rënda penale. Në seancën gjyqësore, Meta u paraqit përmes avokatit të tij duke argumentuar se statusi i tij si kryetari i partisë së dytë më të madhe opozitare në vend duhet të ishte një arsye mjaftueshme për një masë më të butë sigurie. Por truva gjyqësore hodhi poshtë këtë pretendim duke u shprehur se nuk ekzistojnë kushtet për ndryshimin e masës aktuale. Avokati i Metës deklaroi për mediat se arrestimi i klientit të tij është tërësisht motivuar politikisht dhe përbën një goditje ndaj opozitës. Sipas tij, akuzat e ngritura nga prokuroria e posaçme nuk mbështeten në prova të forta dhe ndjekin një skenar të dirigjuar politikisht. Shiko, karta që është janë përdorur gjitha nga ish bashkëshortja e zotit Meta. Zoti Meta nuk ka dieni dhe s'ka përdorur kur karta në jetën e tij dhe nuk ka asnjë lloj dienie për çfarë ka ndodhur me zonjën Kremadi. Janë dy entitete të ndryshme, janë të dy politikan, ish politikan apo
deputet të parlamentit, kështu që secili në një vend demokratik mba përgjegjësi për veten e vet. Kështu na ka mësuar dhe kryeministri në daljet e tij. Ndërkohë, SPAK ka marrë pandehur dhe bashkëshorten e Metës, Monika Kuremadhi, e cila përballet me të njëjtat akuza: pasrim parash, korrupsion dhe mosdeklarim pasurie. Për shkak të volumit të çështjes dhe elementeve të rinj që kanë dalë gjatë hetimit, prokuroria e posaçme ka vendosur të zgjasë afatin e hetimit dhe me 3 muaj të tjerë. Procesi gjyqësor ndaj çiftit Meta Kuremadhi pritet të jetë një nga më të ndjekurit e viteve të fundit, ndërsa zhvillimet e ardhshme do të mbeten në fokus të opinionit publik dhe të arenës politike në vend. Prokuroria e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ka administruar 192 materiale lidhur me dyshimet për krimet zgjedhore. Nga dosja janë regjistruar 43 procedime penale, ndërsa disa dosje janë të ndara për verifikime të mëtejshme ose janë bashkuar me çështje të tjera. Kreu i SPAK Altin Dumani prezantoi këtë të njëjtë gjatë një tryeze të organizuar në Tiranë bilancin e hetimeve lidhur me krimet zgjedhore dhe sfidat në kuadrin e reformës zgjedhore në vend. Sipas tij, nga 192 materiale të administruara, 43 çështje kanë kaluar në procedim penal, 43 të tjera janë mbyllur për mungesë provash, 22 materiale janë dërguar për verifikim në polici, ndërsa 17 janë bashkuar me dosje të tjera. Dumani sqaroi se nga 43 çështje që aktualisht po hetohen, vetëm 4 lidhen me partitë politike, ndërsa më shumë se gjysma tyre vijnë si referime nga policia. 3 çështje janë dërguar nga prokuroria e rretheve, ndërsa 9 hetime janë iniciuar drejt për drejt nga vetë SPAK. Duke referuar materialeve të partive politike që kanë mbritur në SPAK, kemi vënë re se kallëzimet e tyre kanë qenë të paplota dhe shpesh jo të sakta. Pavarësisht se kanalet e raportimeve tona kanë qenë të shumta, veç postës, institucioni ka vendosur në dispozicion të qytetarëve një email të posaçëm për raportime, sinjalizime si dhe numrin e gjendjes. SPAK është vënë në kontakt me denoncuesit e partive politike dhe pas verifikimeve është konkluduar. Në çdo rast dhe për çdo shqetësim, çdo problematik të ngritur nga subjekte politike apo nga organizatat e shoqërisë civile, SPAK ka bërë verifikimet përkatëse për çdo rast. Për çdo kallëzim të bërë, prokuroria e posaçme ka kryer gjitha verifikimet e nevojshme në një kohë të shpejtë, duke konkluduar në vendimarrje konkrete. Vendimet e mospjellimit që thash ishin 43 janë produkti një analize të hollësishme të aktave dhe provave të grumbulluara dhe në zbatim të drejtë të ligjit material dhe procedurial. Tryeza me temë për te monitorimit drejt një reforme zgjedhore gjithëpërfshirëse për integritetin e zgjedhjeve në Shqipëri u mbështet nga ambasada britanike në Tiranë dhe në të cilën morën pjesë përfaqësues nga Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve, përfshirë edhe Ilirian Celibashin. Në përfundim, SPAK theksoi rëndësinë e një bashkëpunimi më të ngushtë mes institucioneve dhe forcave të rendit për të garantuar zgjedhjet e lira dhe të ndershme në vend. Gara për kreun e Byros Kombëtare të Hetimit ka hyrë në një fazë të re pasi 6 kandidatë janë skualifikuar për mungesë dokumentacioni. Vetëm 7 emra vijojnë garën për të drejtuar strukturën e hetimit më të lartë në vend. Procesi i përzgjedhjes për kreun e Byros Kombëtare të Hetimit, strukturat që konsiderohen si FBI shqiptare ka kaluar në fazën pasuese me vetëm 7 kandidatë në garë. Komisioni përzgjedhës, si përbërë nga drejtuesi i SPAK-ut Altin Dumani, Arben Kraja dhe Behar Dibra, ka vendosur të skualifikojë 6 aplikantë për shkak të mungesës së dokumentacionit nevojshëm. Në listën e kandidatëve që do të vijnë garën përfshin emra me eksperiencë në strukturën e rendit dhe drejtësisë si Andi Pokaçe, Artur Beo, Elton Kurluku, Gentian Doj, Gentian Shehaj, Gledis Nano dhe Joni Keta. Këta kandidat do të nënshtrojnë fazave të mëtejshme të vlerësimit që përfshin testin e arsyetimit logjik, kontrollin mjekësor, testin fizik ose me shkrim, intervistën dhe verifikimin e figurës. Në fund ata duhet kalojnë dhe deklarimin e pasurisë dhe testin e poligrafit. Ndërkohë, emrat e skualifikuar janë Astrid Halilaj, Haki Çako, Mauricio Shkëldia, Marinela Pilinci, Miklovan Kanani dhe Nevruz Drejgjoni. Vlen të theksojë se drejtuesit aktual të BKH-s, Aida Hajnaj, i përfundon mandati me 31 gusht të këtij viti. Megjithse kishte të drejtën për të garuar në një mandat të dytë, ajo ka zgjedhur të mos dorëzojë dokumentacionin për të vijuar me garën. Zgjedhja e drejtuesit të ri të Byros Kombëtare të Hetimit është një ndër momentet kyçe për forcimin e mëtejshëm të strukturave antikorrupsion në vend dhe pritet të ndiqet me interes të madh nga publiku dhe faktori ndërkombëtar. Gjatë një vizite zyrtare në Pogradec, ambasadori i OSBE-s u takua me përfaqësues të Këshillit të Lartë Gjyqësor për të diskutuar mbi nismat për rritjen e transparencës dhe komunikimit me publikun në sistemin gjyqësor.
Michel Taran, ambasadori i OSBE-s në Shqipëri, zhvilloi një vizitë në qytetin e Pogradecit ku u takua me anëtarët e Këshillit të Lartë Gjyqësor për të diskutuar për hapat e ri në drejtim të përmirësimit të transparencës në sistemin gjyqësor. Një nga nismat kryesore të prezantuara në takim ishte hapja e zyrave të informimit në çdo gjykatë të vendit. Në këto zyra do të shërbejnë si ura komunikimi mes institucioneve gjyqësore dhe qytetarëve, duke garantuar më shumë transparencë dhe qartësi në funksionimin e sistemit. Erdha në Pogradec me rastin e seminarit që organizohet nga prezenca e OSBE-s në Shqipëri, së bashku me Këshillin të Lartë Gjyqësor. Është një program i ri që e kemi. Gjatë 2 ditëve do të ketë një formimi në çdo gjykatë, do të ketë tani një gjyq që do përgjigjet për marrëdhëniet me shtyp, me ju, dhe për këtë funksion të ri kemi organizuar këtë formim gjatë 2 ditëve që do të galohet në pushimisht. Dhe përfitova nga rasti për ta bërë një vizitë zyrtare të parë në qytetin të bukur tuaj. Kam kaluar disa herë në Pogradec sigurisht, por është hera e parë që ta vizitoj në mënyrë rezultate dhe kryetari i bashkisë më priti dhe kemi folur gjatë për qytetin, për rajonin, për potencial të madh zhvillimit që i keni. Keni fat të madh me një pasuri natyrore jashtëzakonshme, me liçen, me malet, me kufi që ju jep mundësi që ashtu të ndryshme zhvillimit. Ai theksoi rëndësinë e pasurive natyrore që ka rajoni, si liçeni i Ohrit, malet dhe pikat kufitare, si mundësi të mëdha për zhvillim turistik dhe ekonomik që ende nuk janë shfrytzuar sa duhet. Ambasadori shtoi se siguria nuk është vetëm përgjegjësi e organeve ligjzbatuese, por edhe komunitetit dhe organizatave të shoqërisë civile, duke nënvizuar nevojën në një bashkëpunim të ngushtë për përmirësimin e sigurive në të gjitha nivelet. Aksidenti në bulevardin Dëshmorët e Kombit në Tiranë ka përfunduar me arrestimin e shoferit të një automjeti i cili goditi 3 fëmijë që udhtonin me 2 monopatina. 2 prej të miturve kanë marrë dëmtime në gjymtyr, ndërsa një i tretë ndodhet në gjendje të rëndë në spitalin e traumës. Ekspertiza tregon se fëmijët kaluan me semafor të kuq, ndërsa shoferi kishte sinjal portokalli. Policia e Tiranës ka arrestuar shoferin e makinës që aksidentoi 3 fëmijët në një nga bulevardet më të trafikuara në kryeqytet, Dëshmorët e Kombit. Ngjarja ndodhi në një moment kur të miturit të ndarë në 2 monopatina u përpoqën të kalonin rrugët në kushte të papërshtatshme. Sipas ekspertizës së kryer në vendin e ngjarjes, 3 fëmijët kaluan me semafor të kuq, ndërsa shoferi i automjetit që po lëvizte në korsinë e dedikuar të transportit publik kishte dritën portokalli. Si pasojë e aksidentit, 2 prej të miturve, 9 dhe 11 vjeç, mësuan lëndime në gjymtyr dhe aktualisht po marrin trajtimin mjekësor, ndërsa fëmia i tretë, gjithashtu 11 vjeç, është në gjendje më të rëndë dhe po trajtohet në spitalin e traumës në Tiranë. Përdorimi i monopatinave në rrugë ka qenë një shqetësim i përsëritur për autoritetet, të cilët prej kohësh zhvillojnë kontrolle dhe aksione për të parandaluar përdorimin e tyre në mënyrë të pasigurt dhe në rrugë me trafik të rënduar. Policia rikujton rëndësinë e respektimit të rregullave të qarkullimit rrugor dhe thekson nevojën e mbikëqyrjes së fëmijëve gjatë përdorimit të monopatinave në zonat urbane. Hetimet mbi rrethanat e plota të aksidentit vazhdojnë, ndërsa shoferi përballet me akuza për shkelje të rregullave të qarkullimit rrugor dhe dëmtime me dashje. Prokuroria e posaçme kundër korrupsionit ka kërkuar 74 vite burg në total për 7 të pandehurit të dosjes Metamorfoza. Dënimet më të rënda kërkohen për Behar Bajrin dhe biznesmenin Pullum Gjoka, ndërsa për të gjithë pritet të zbatohet ulja me 1/3 për shkak të gjykimit të shkurtuar. Prokuroria e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ka dhënë pretenzën për 7 pandehur të dosjes Metamorfoza, ku në total kërkohen 74 vite burg. Dënimin më të gjatë prokuroria e kërkon për Behar Bajrin me 15 vite heqje lirie dhe biznesmenin Pullum Gjoka, për të cilën kërkohen 14 vite burg. Ish-shefi i operacionales në Tiranë, Oltion Bistri, i kërkon 9 vite burg, ndërsa për Edmond Prekën prokuroria ka kërkuar 11 vite. Asmer Bilali duhet të përballet me 10 vite burg, Ardit Hasanbegaj me 9 vite, ndërsa Xhevair Lika kërkohet të dënohet me 6 vite. Të gjithë pandehurit përfitojnë uljen e dënimit në 1/3 pasi kanë zgjedhur gjykimin e shkurtuar. Në maj të vitit 2024, spagla detaje nga hetimet ku zbuluan biseda në aplikacionin Sky, në të cilët pandehurit diskutonin edhe për porositjen dhe eliminimin fizik të kundërshtarëve të tyre.
Ndër të pandehurit Pullum Gjoka, Edmond Preka dhe Behar Brajovic akuzohen për vrasjen e gjirindojit. Astmer Bilali dhe Ardit Hasanbegaj dyshohen për sigurimin e mjeteve për atentatin ndaj Dorian Dulit dhe Ibrahim Licit. Gjithashtu, prokuria ka dyshime se Gjoka ka falsifikuar dokumentacionin për përfitimin e një sipërfaqe toke në zonën bregdetare të Velipojës. Oltion Bistri akuzohet për korrupsion pasiv, zbulim të dhënave sekrete dhe prishje të provave, ndërsa ish prokurori i Shkodrës Xhevair Lita përballet me akuzën për korrupsion dhe nxjerrje të sekretit hetimor. Në këtë proces, SPAK ka kërkuar gjithashtu konfiskimin e pasurive të Oltion Bistrit në vlerën mbi 1.3 milion euro si pjesë e masave kundër pastrimit të parave dhe korrupsionit. Gjykimi pritet të vazhdojë në ditët në vijim me shqyrtimin e argumenteve të mbrojtjes dhe më pas me vendimin përfundimtar. Eci me zhvillimet nga rajoni, një vale pas zakon të nxehtë për muajin qershor ka përfshirë vendet e Ballkanit, me temperatura që në disa zona pritet të kalojnë 40 gradë Celsius. Autoritetet shëndetësore dhe emergjenca civile kanë dhënë paralajmërime për këshilla për qytetarët, ndërsa rajoni po përballet edhe me rrezikun e shtuar të zjarreve. Vendet e Ballkanit po përballen me një valë intensive të nxehtë, e cila sipas meteorologëve pritet të sjellë temperatura deri në 40 gradë Celsius, një nivel i pazakontë për këtë periudhë të vitit. Në Kosovë, Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike ka publikuar një sër rekomandimesh për mbrojtje nga nxehti, duke i bërë thirrje qytetarëve të shmangin ekspozimin në diell në orët e pikut, të ruajnë hidratimin dhe të qëndrojnë në ambiente të freskëta. Gjatë ditës kur temperaturat janë më të larta jashtë, mbyllni dritare dhe mbulojini me perde apo materiale që pengojnë rrezet e diellit, thuhet në një nga këshillat zyrtare. Në Shqipëri situata vijon të jetë në monitorim nga Agjencia Kombëtare e Mbrojtjes Civile, pasi gjatë së mërkurës janë evidentuar dhe vënë nën kontroll 10 vatra zjarri që për fat nuk kanë shkaktuar dëme në njerëz apo banesa. Kroacia është një nga vendet më të prekura nga kjo vale të nxehtit, veçanërisht në jug të vendit, ku zjarret kanë përfshirë disa zona të banuara dhe kanë detyruar banorët të evakuohen. Disa shtëpi janë përfshirë nga flakët, ndërsa në rajonet nga Zagrebi deri në Dalmaci është aktivizuar niveli më i lartë i paralajmërimit për rrezik zjarresh dhe pasoja shëndetësore nga të nxehti. Në Serbi, autoritetet kanë lëshuar paralajmërime për temperatura ekstreme. Të mërkurën termometri në Beograd shënoi 38 gradë Celsius, ndërsa për të enjten parashikohen 39 gradë. Institucione shëndetësore kanë kërkuar kujdes të shtuar për të moshuarit fëmijët dhe personat me sëmundje kronike. Ekspertët e klimës nënvizojnë se këto temperatura janë një sinjal shqetësues për ndikimin e ndryshimeve klimatike në rajon, ndërsa situata mbetet në vëzhgim të vazhdueshëm nga autoritetet e emergjencës dhe shëndetësisë në të gjitha vendet e prekura. Të nderuar teleshikues, do të njihemi me parashikimin e motit. Territori shqiptar për datën 27 qershor do të ndikohet nga kushte atmosferike të qëndrueshme. Me mot të kthjellët në pjesën më të madhe të vendit, ndërsa në relievet malore në lindje dhe juglindje do të shfaqen vranësira kalimtare dhe rreshje të izoluara pasdite. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 14 gradë Celsius, ndërsa temperatura maksimale pritet të ngjitet deri në 30 gradë Celsius në zonat e ulta perëndimore. Era do të fryjë lehtë deri mesatare nga drejtimi veriperëndimor me shpejtësi 6 deri në 11 metër për sekond, ndërsa në bregdet era her pas here do të jetë më intensive, deri në 14 metër për sekond. Deti parashikohet me dallgëzim të ulët, nga 2 deri në 3 ballë. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa nga qytetet kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër 14 deri në 29 gradë Celsius. Kukës 13 deri në 27 gradë. Peshkopi 12 deri në 26 gradë Celsius. Tiranë 16 deri në 30 gradë. Durrës 17 deri në 29 gradë. Kavaj 16 deri në 29 gradë. Elbasan 15 deri në 29 gradë Celsius. Berat 15 deri në 30 gradë. Korç 12 deri në 25 gradë. Vlorë 18 deri në 28 gradë Celsius. Gjirokastër 17 deri në 30 gradë.
Sarand, 18 deri në 29 gradë Celsius. Territori i Kosovës për datën 27 qershor do të karakterizohet nga moti qëndrueshëm, me kthjellime të shumta gjatë paradites, ndërsa në pasdite priten vranësira kalimtare në disa zona kodrinore me mundësi për reshje lokale. Temperatura minimale do të zbresë deri në 11 gradë Celsius, ndërsa temperatura maksimale do të arrijë deri në 27 gradë Celsius. Era do të fryjë lehtë nga drejtimi verior me shpejtësi 4 deri në 9 metër për sekond dhe në disa lugina deri në 11 metër për sekond. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa nga qytetet kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë: Mitrovica 11 deri në 26 gradë Celsius, Podujev 11 deri në 25 gradë, Skënderaj 11 deri në 24 gradë Celsius, Pej 12 deri në 26 gradë, Prishtinë 11 deri në 27 gradë Celsius, Gjakov 12 deri në 26 gradë, Malishev 12 deri në 25 gradë, Gjilan 11 deri në 26 gradë, Ferizaj 11 deri në 26 gradë Celsius, Kaçanik 12 deri në 25 gradë Celsius, Suharek 13 deri në 25 gradë, Prizren 12 deri në 26 gradë Celsius. Ishte gjithçka e përgatitur në këtë edicion informativ. Ju faleminderit për vëmendjen tuaj. Bashkë mirë takofshim në edicione të tjera.